Një ditë vjen një qytetare angles dhe I kërkon një libër për Skënderbeun. Patricia me profesionalizmin e saj të jashtëzakonshëm dhe me një lloj fytyrëskuqe të brendshme, I thotë të lutem, prit pak. Do të vi për sipas disa minutash. Dhe me hapjen e saj të bukur londinez, shkon te drejtori, ose thënë thjesht bosi, I thotë, "Zoti drejtor, mua më ka ardhur një qytetar dhe të kërkon një libër për Skënderbeun, por nuk e di kush është Skënderbeu." Drejtori e pranoi sinqeritetin e saj, profesionalizmin e saj dhe I tregoi diçka më shumë. I tregoi se Skënderbeu ishte një hero shqiptar dhe evropian. Dhe me ato pak fjali ishte mjaftueshme që ai të vinte të bënte shërbimin dhe të ndronte jetën e saj. Në një familje, unë do thoj që në historinë e kulturës moderne shqiptare, kjo zonjë zë dhe duhet të zërë një vend të veçantë. Ne kemi njohur Bajronin, I cili kur shkoi në Surp pasi hëngri mirë, u mbulua me ato organe, me ato violencët e leshit, që të ngrohnin më shumë se sa badaniet tona, dëgjoi historitë e studiotëve, të nesër në mëngjes I lutet, I kërkon, I sugjeron të zotit shtëpisë që t'i pagonte për çfarë kishte ngrënë, për çfarë kishte fjetur. Zotri, unë nuk dua para. Po ju më dhat për të fjetur, I tha Bajroni. Pas shumë këmbgullive, plaku I tha, po, unë do të kërkoj diçka. Çfarë? I tha Bajroni, I fitimtar për humbin e betejës së zotit shtëpisë. Unë dua të më duash, zotri. Por kthysi tha, kërkoj përsëri, dua të më duash. Dhe në tërkëmbimin që I bënte rregullisht me nënën, I tha anglesit, I tha nënës, nën, kam të quar urimin më të bukur në jetën time edhe në Angli. Dikush më thot, dua të më duash. Historia e Tito Hani për ne është gati trallisëse, është befasuese, emocionuese, sepse ajo erdhi në veri, u fut në kullat martësore dhe shkroi librin e saj, që tashmë është një lloj traktati, filozofie do thoya. Dhe kur ne na mungonin këto gjuhëtarë, kur na mungonin shkrimtarët, ishin të detyruar dhe sot e kësaj dite të citojmë Evlia Çelebiun. Dhe çfarë thotë Evlia Çelebiu, ne themi që kjo është e vërtetë, dhe në të mund të jetë e vërtetë. Por kur shikojmë një grua të tillë, e cila mbasi mori I dha porosit anglezit studius, fillon të qëmtoj dhe të marrë pjesë në gjitha ankandet që bënte bota, me lejoni ta përsëris. Të gjitha ankandet që bënte bota, në librat për Skënderbeun, mori pjesë dhe të thesh në ankandet do thotë tender. Në tender fitohet, bëhet korrupsion, në ankan zilet nga xhepi. Ai ishte thjesht një rrok në punëse. Sa mund të kishte. Dhe qante kur erdhi në Boston, qante gati gruaj sepse kishte humbur një ankan. Një kanades I kishte dhënë 10 fishin e librit më të rrallë për Skënderbeun. Dhe pas gati 30 vitesh, kjo zonjë, e cila nuk ishte më zonjush e 30 vjeçare, pasi kishte krijuar koleksionin më të rrallë, më të hyer, më të mirë për Skënderbeun në gjithë kohrat, u taku me një gazetare angleze në kujdesin e ambasadorit Cassius Robo, I cili për shumë vite shërbeu në Londër, menduan që këtë pasuri ta lëvizin nëpër qytetet angleze. Dhe mirë bën, por gazetari Julia Goga I thotë, zonjë e dashur, ju vërtet këto janë pora juaj. Zyra ishte askush nuk ka drejtë të prek, sepse ti ke paguar për këto. Por janë pasuri shpirtërore shqiptare. Dhe më në fund filluan të lëvizin në gjithë shtetet e botës. Fillimisht në Evropë, në Kanada, edhe rastësisht që përpara 3 vitesh, ajo të njëjtën në Boston. Si shqiptar shkova dhe unë.